Të vishe sportive, jam dakord, vishe sportive, ata qunat janë shumë të mirë të tërë, edhe qupat, jo se s'janë të këqija, të mira janë, po veshja s'më pëlqen tani në ferm t'jetë më veç mua ashtu. Tullet bukra kati rona. Nuk vete në ballo tani, na ishin e dim, jemi shqiptarë dhe në gjithë botën, ferma është ferm. Televizorin shqiptare, hapni në një televizorin në shtëpi? Po si sa, te TV1 kështu gjithë. Çfarë shikoni zakonisht? Emisione shumë serioze, unë veç për ta falënderuar TV-n e Shqipërisë, sepse jep emisione dinjitoze, edukative, nuk i kalon për masat, siç janë këto televizione private që më tepër na janë mërzitur se sa me emisione jo edukative, po ç'edukative. Kurse në tërësi programet e TV-s 1, 2, 3 që janë ata, janë për t'i falënderuar në këtë trubulliri informacionit që ka, që më tepër degradojnë shoqërinë se sa edukojnë shoqërinë. Kush janë emisionet ç'edukative që thoni? Këto që japën emisione, ja që nga Big Brown, që nga ato përputhja, që janë, ca në zarën reklamojnë disa njerëz që ai që del në televizor duhet jatë një mesazh pozitiv tek njerëzit që shikojnë po shumë negativ. Në zarën disa njerëz që në opinion ata janë me personalitet negativ. Lart Vasili është Lart Vasili e di, Ardes Vasili po. Rozana Radi është goca e Francesca Radi. Vlerësoj edhe Rozana Radin, edhe atë e vlerësoj. Gjesti është super person. E vlerësoj si lojtare e vlerësoj, po kështu tjerë personalitet e vlerësoj. Po qita ajo çupa që merret me ajo këta, shumë pa negative fare. Po unë se pranoj ta marr, nuk se për djalin kurrë atë. Kur, as djalim se merr, dhe gjithë djemt që shorr, më thonë një nuzet se marrëm. Çaja dintoze apo çita ajo tjetra që është një përsëri dhe një tjetër ajo që është me 2 fëmijë dhe ajo. Edhe ajo kështu. Gerta. Gerta. Çfarë di? Gazetare e njohur. Po e njoh, pas nuk është. Po pse çka kanë këtu? Ka ndonjë përmas kush e di. Natyra si flet, si interpretojnë gjërat, mua nuk më pëlqejnë tash se çeli ka ato të tilla. Kështu që çfarë di? Po nëse çuni jo do dashurohesh me një nga ato banorët atje, çfarë do i bëje? Po, do dashurohesh me Danën. Është model që jep një mesazh tek se si duhet jetë vajza shqiptare, grua femra shqiptare. Si duhet sjell, është me logjik, flet bukur, flet me tamam ka mendim, ka kështu, jo kështu kot me kot. E kupton apo? Po s'ku ishe dashuruar me një nga ato që thej që s'bën Gerta për shkak, ishe dashuruar me Gerta. Çfarë do bëhet ti si prind shqiptar? Do isha të mos ta lejoja. Po nëse do më dëgjonte, pas më dëgjonte, pastaj është problem tjetër. Kameramani thotë do prishë dashurinë. Po tash. Unë them po më dëgjonte. Mirë. Thyë zemrën çuni që ti thyë zemrën asaj. Çfarë po dëgjonte tash? Çfarë? Vision Plusi ka hapur një paralel me këtë sapo folëm. Ne jemi të pavarur, Shqeto në YouTube. Vision Plusi ka hapur Ferma VIP. Po. U dha edicioni i parë vjet. Tani po jepet ka filluar edicioni i dytë. Si ju duket? Shumë mirë, pozitiv. Më duket vetëm produksioni duhet i bëjë një vërejtje që na ato çupa tash në ferm nuk vihet me brek për jashtë. Në ferm vihet vishje sportive dhe vetë se i thon ferm, Domthon atje këtë bësh me qenin, këtë bësh me delen, këtë bësh me lopën, këtë bësh me dia, tash të veç me atë formë si vjen ato çupat. Që mos bëhet pis pra. Po ja, lahet kollaj. Të vishje sportive, jam dakord, vishje sportive. Ata çunat janë shumë të mirë të tërë, edhe çupat, jo se s'janë të këqija, të mira janë. Po veshja s'më pëlqen tani në ferm t'jetë më veç mua ashtu. Nuk vete në ballo tani, na ishin e dim, jemi shqiptarë dhe në gjithë botën, ferma është ferm. Duhet të jesh veshur sportive. Ama shijon më shumë kur të serviret një ushqim ferme në atë formë. Jo, atë emision ferm e vlerësoj, po e kam këtë vërejtje kam, këtë domethënë uniforma nuk është puna për gjë, se çile ka vetëm vendor, dal si doj sot, hedhë fostani kokë nuk pyet, po në ferm është ferm, punohet me të gjithë, edhe atje nuk do të zgjerë shalët i ato të zgjerë këto, që të vjetë, vishur sportiv. Për këtë them, vishur sportive, vajzat vishur sportive, edhe jam dakord plus. Duke qenë se janë në ferm, kam shumë besim që ato sapo i kanë larë rrobat se janë tharë akoma. Po nëse, po u them me që janë ferm, prandaj duhet të ketë ferma është ferm, është punë, krau është punë, ato vërtet jepet një eksperiencë, jepet një mesazh se të rit sot nuk din ç'është ferma, ç'është lopa, ç'është qeni, dhe ato përcjellin një mesazh se këtu është puna që çdo emision që bëhet duhet të përcjellë një mesazh pozitiv tek ata që e shikojnë, e dëgjojnë, e kryesisht e të rit, ata që janë poshtë 40 vjeç, pa neve mbi 40 vjeç e lart. E dim se si është dhe ferma dhe kooperativa dhe puna dhe gjitha, se mi rrallë me vaj me udhut. Po ata u duket vetja se është celulari vetëm kështu, edhe kjo është jeta virtuale. Jo, është me tokë në këmbë. Do më thënë atje, me mesazh që jepet atje, si shta ty, me atë veshjen në atë formë, i bie tani dalin të ara me ato veshjet e shkurt. Edhe po të hanë gjembat, të shpojnë gjembat, të hanë qënë, të hanë miza, të hanë krimbat. E ku tonë akë këndë. Kështu një qëtë ishtë tonë atë. Qofsh mirë, faleminderit. E ndiqni Ferma VIP?
Jepet Televizion Plusi? Fare. Po Big Brother? Jo, nuk na interesojnë. Po emisione politike? Na interesojnë fëmijët tonë si gjë. Politikë e pacër. Hajde! A e ndiqni Big Brotherin ose Ferma VIP? A qa Big Brother ne po. Qa ndiqni zakonisht televizionet shqiptare? Kur gjë hiç. Asgjë. Se jena mërzit me rranat e politikanëve, sidomos ti si e kena dorë shumë, e kena djelin tonë këtë edin, a i na fli që këtë. Pse? Qa? Dali pa lek që dhe të herë, tash i s'ka që a thot, ele kotë, del si budal, si i smurë. Po këto programet e reja argëtuse? Na kanë zirë, Big Brother? ik mërë buri, Po Ferma VIP? ik mërë buri. Ferma VIP? Valla e mërë ti në njëtë Big Brother. Televizoret politike si janë? Zero, asin ndjek fare, E keni thy televizorin fare? fix fare, kryq. Si ju duket prodhimet që bëjnë përgjithsisht televizionet shqiptare? A janë edukative, çojnë mesazh të mirë? Shumë të mirë, shumë të Të gjithë mirë. në tërësi. Shumë të mirë, në tepër të knaq. Tepër të kënaqur. Po. Big Brotherin e ndiqni? Ja. Që ato. ndjekim si se ndjekim. Kush është më i mirë aty te Big Brother? Po ku japim dum na Kush mendon se do fitoj? Me aq sa shef ti? Po. Pibën e ditë është e në. Se di. Lem burri me pa Big Brother? Ja, la, S'do gjë. Një televizor kena në mama. shofim. Vesh kur s'kemi takat me po. Po Ferma VIP e shihni? Çfarë? Ferma VIP që jepet Televizion Plusi. Jo, nuk e shofim shumë, jo. Çfarë është? Vizion Plus. Po, në vizyon. Transmetohet të hënë dhe të premte. Ferma VIP është. Po e shohim. Ne jemi në YouTube. Pas stacion, Shqeto. Kuptova. Hynë të YouTube-i, Shqeto dhe mendimi juaj Shqeto. Shqeta. Po. Ma mirë nuk ka që është. Ma mirë, veç. Shumë mirë, Veç me e prish. Para se ty ishte Big Brotheri, ke një super shans për të hyrë tek Ferma VIP. Po. Sa po është hapur Televizion Plus, e ke parë? Po, Ferma VIP, si që dini, unë jam konsumatori mishit derit, sidomos mishit gicit, Po. dhe kështu që mu m'jep kënaqësi, dhe me thonë të marrë pjesë në fermë, në qëfë se ka dera, unë e përqizoj. Ka. Po s'pa dera, unë s'marrë pjesë ati, se unë me dera të jem i familiarizu, dhe me thonë ati, dhe unë ndjem ati si në hotel me 5 yje, dhe me Do thonë... ikësh nga shtëpia ku banojnë gjithë banorët e tjerë, do shkosh tek Po, të banorët me ferma, derri. ati të ferma, ati me të do fleje, do ushqit. A e pe Primein tek Ferma VIP? Prime i parë, personazhet që kanë hyrë, jenë në djenit të kësaj gjë? Gjithmonë pasi kjo lloj është vjedhur nga Franca, dhe me thonë, është tërhequr nga Franca, dhe me thonë, dhe jepet këtu në vendin tonë, pasi si që dini, qoftë Big Brother, qoftë Ferma, gjërat tjela, dhe me thonë, janë, dhe me thonë, të shpikura nga televizionet e huaja, dhe me thonë, që është... Kanë patentën ato, t'japin patentën, janë ato rregullat e tjera që licenca, ndjekin ato po. produksion, licenca, që janë ato gjërat e tjera. Është e vërtet, dhe me thonë, dhe kjo është diçka pozitive. Ne jemi perla për të kopjuar gjëra, se vetë sa Po, kemi prodhim. është e vërtet, dhe me thonë, dhe duhet patur parasysh tani që unë dhe japë kontributin tim, dhe me thonë, në imagjinatën time dhe në inteligjencën time që kjo lloj spektakli, dhe me thonë, të ketë komplet zhvillimin e duhur dhe të jetë në nivelin e duhur, dhe me thonë, të teknologjisë, qoftë të televizionit, qoftë të botës të realitetit. A ke një thirrje për gjithë ata që kanë organizuar Ferma VIP, duke qenë se Big Brother ti the do hyj, po ai Big Brother i mbyllet. A se fiton dot 100.000 euro? Se unë edhe një ditën e fundit po të futem aty, unë kam sigurt pasi çdo gjë para bëhen, domethënë operacionet bankare, domethënë bëhet, domethënë plani e gjëra, nuk ka të kuturuma ashtu ti e di atë punë që çdo gjë është me teknikat e veta, domethënë Te Ferma s'do të hysh. Po nuk është se ndoshta nga Big Brother ka le tek Ferma, domethënë se nuk bëhen njëkohësisht dhe ajo është e vërtetë, domethënë unë nga Franca në Shqipëri, domethënë Dhe tani e shave gjesi the që s'është mirë, ngeli aty brenda etj. Tani thua që do bëj si gjesi do i Big Brother. Po tani koha që kalon është e tepër dhe ndëmt për imazhin e tij, për çdo gjë, domethënë pasi ai më tepër dëmton Big Brotherin për momentin se sa i ndihmon atij ndaj dhe është mirë, domethënë që vetë vëllai i madh ta kupton që ai duhet ishte eliminuar që mbrëm, domethënë dhe kështu që do vazhdojmë dhe A e pe Fermën VIP? Po Fermën VIP nuk e kam parë pasi kam qenë në Ungari si që di dhe Altini, domethënë. U prish mikrofoni. Edhe kështu që është një moment
shumë i këndshëm, domethënë që po qa thumë vllane tani se filluam ku mbarej, po ti do më vdesësh mua. Të falenderoj shumë për Lulet gjithë. bukra ka Tirana. Asa lulet bukra ka Tirana.